Tani jemi në lidhje direkte me Ermand Mertenika, inxhinier IT-a. Përshëndetje. Faleminderit që pranove të jesh pjesë. Kënaqësi që jam pranë jush në Media 60 për këtë tematika shumë interesante që kam pushtuar globalisht dhe mediat e huaja në lidhje me teknologjinë, koha që po jetojmë sot, po bashkëjetojmë me teknologjinë. Gjë më e bukur për ne teknologjisë. Atëherë qytetet e së ardhmes do jenë digjitale? Shiko, fakti që ne po jetojmë tash më duket sikur qytetet e së ardhmes në 2030 apo dhe më tepër do jenë do fillojnë në fillesat e qyteteve metaverse, që konsiderojnë në një farë mënyrë qytetet të digitalizuara. Çdo gjë do jetë në madje ne kemi parë që sot kanë dalur dhe automjetet të cilët janë me self-driving cars, domethënë të cilët mjafton ti përcakton në Kinë duke kishte dalur një kompani që aktualisht edhe në 2027 në madje një kompani tjetër në Kinë do prodhonte automjetin e parë fluturus. Domethënë. Dhe sot për sot ka automjetet të cilët janë copilot pa shofer në botën e zhvilluar që ti mjafton i vendos lokacionin në Google Maps edhe ajo të çon në mënyrë automatike në destinacionin e duhur. Prodhimi sot i humanoidëve, robotëve prototip njeri, të cilët janë të ngjashëm me njeriu, tregon avancimin e teknologjisë ku po shkon sot. Po krijon robotë të cilët janë të ngjashëm me njerëzit dhe bëjnë mimika dhe gjestura të ndryshme, që duket sikur kanë një lloj empatie, që është shumë e çuditshme kjo, që është temë shumë e gjerë dhe gjatë për të diskutuar, se disa pyesin. A mund të ketë emocion një robot humanoid apo një robot prototip njeriu? Në fakt, po ti shikosh, atë një sistem robotika Meka që ishte krijuar para një vit e pak më duket, që ishte prezantuar në një ekzibicion, bënte mimika në fytyrë, buzëqeshje, blinkime të fytyrës etj, që do të thotë pikërisht, ose e themi ne pak si me batut shkelje të syrit, që do të thotë pikërisht pra disa të cilët nuk janë të teknologjisë, thonë si ka mundësi që këto humanoidët bëjnë mimika apo gjestura, duket sikur kanë emocione. Por ato po ta kuptojmë në një koncept, ajo është empati artificiale, që do të thotë e krijuar nga qindra apo mira sensor, të instaluar apo të implementuar në fytyrën e një sistemi robotik të ngjashëm me njeriu, dhe më pas sistemi robotik bën atë është interacting me njeriu, pra duke bërë një buzëqeshje, një strukturë të fytyrës pak të mërzitur apo blinkime të syve e të tjerë. Pra është empatia artificiale krijuar nga sensorët. Kështu që mendoj që me këtë zhvillim që po ndosë, që po bëhet, digitalizimi tash bën për pjesë e jona, dhe sigurisht domethënë mund të flasim edhe për qytetet të cilët tashmë do evoluohen, domethënë ku teknologjia dhe digitalizimi do bëhet pjesë. Po, e ndjejnë këtë që bëjnë, se pyetja më e madhe ne gjeneratës Z, si jemi shumë kurioz, por a e ndjejnë gjëra që bëjnë robotët? Shiko, ajo është ndjenjësi e kompjuterizuar, që do thotë domethënë një sistem automatik që është e përbërë nga disa sensorë të ndryshëm, gjatë të cilës ajo e ndjen në mënyrë artificiale, pra të artificializuar. Por asnjëherë domethënë një sistem robotik nuk do ketë humanoid, prototip njeri, nuk do ketë asnjëherë atë empati natyrale që e kemi ne. Pra pjesë e inteligjencës natyrale që është kjo. Se shpesh disa thojnë inteligjenca artificiale dhe inteligjenca natyrale. Inteligjenca artificiale në një koncept është domethënë, ose ky koncept që unë desha të them, është shumë i evoluar se ne. Për llogaritjet i bën shumë të shpejta, dhe rrugësitë i bën shumë të shpejta, procesimin e informacionit e bën shumë të shpejt, por ajo që neve pikërisht pra dallohemi nga inteligjenca artificiale është sepse inteligjenca natyrale ka komponentin e moralit, të ndjenjës njerëzore dhe të logjikës organike që asnjëherë nuk do zëvendësohet me inteligjencë artificiale. Si do shkojë ardhma kësaj gjëje, do na zëvendësojnë? Është një pyetje shumë e bukur që ke bërë fakt. Leja në lidhje me këtë, sepse shpesh herë njerëzit apo qytetarë të ndryshëm apo punonjës, profesionistë, ekspertë ndjehen deri diku të riskuar, ç'është e vërtetë, inteligjenca artificiale është një koncept që ne na zëvendëson në mënyrë indirekte. Që do të thotë duke i pasur parasysh që po i bëjmë punët më shpejt se ne, një pjesë e madhe e industrive sot po i zëvendësojnë punët rutinore
me anë të sistemeve robotike industriale. Për shembull, le të marrim një demonstrim të thjeshtë. Në korporatat të mëdha të automobilave globale, para shumë vitësh apo mund të them 20 vjetësh, 15 vjetësh, kur prodhoheshin automobilat, kishte një staf të madh punojësish dhe produktiviteti mujor ishte i ulët, që do të thotë prodhoheshin rreth 50 automobila, 30 automobila për një muaj, apo dhe më pak. Sot, duke pasur parasysh që korporatat kanë implementuar teknologjinë, pra sistemet robotike industriale, sistemet automatizimit, software-ët e tjerë, sot në korporatat të mëdha ke një staf të vogël punojësish. Kush janë këto staf i vogël? Janë overqualified people ose well-trained people. Pra ato që janë të profilizuar e trajnuar shumë mirë edhe të mbi kualifikuarit, që janë të pak në numër, dhe pjesën tjetër e bën sistemi robotik me një shpejtësi maramëndse. Dhe produktiviteti mujor sot që po jetojmë është 3.000 automobila, 4.000 automobila në muaj. E shikon çfarë lloj diferencë ka për shembull midis teknologjisë sot dhe 20 viteve përpara. Dhe njëjta gjë ndodh pikërisht pra dhe në industritë prodhimit të elektronikës, laptopëve, kompjuterave, procesorëve etj. Pra sot ne po jetojmë në një revolucion madhor të teknologjisë, që po na zëvendëson në mënyrë indirekte. Kjo është evidente. Treshja me e famshme teknologjisë që unë e quaj trekëndçi Bermudeve, shokët e Trumpit, domethënë, që është Elon Musk, Jeff Bezos dhe Bill Gates, që shpesh herë bëjnë disa deklarata, hedhin gurin në lum, dhe ç'është e vërtetë janë ato i thonë dhe i bëjnë. Amazon për shembull, që kishte deklaruar që do shkurtonte gjysmën e numrit punonjësve nga korporata, do zëvendëson me sisteme robotike. I njëjti gjë dhe ky tjetri fantaksur Elon Musk, që shpesh herë po bën çuditëra që realisht janë shumë beneficiarë për botën që jetojmë, dhe ky tjetri Bill Gates që thotë njerëzit nuk do punojnë fare, sepse për ne do punojnë sistemet elektronike, sistemet e IT-s. Pra, sepse inteligjenca artificiale është pjesë e sistemit, që do të thotë është një koncept që së shpesh herë ne kur na pyesin thonë çfarë është inteligenca artificiale përdoret. Inteligjenca artificiale është koncept që tregon zhvillimin sot masiv të softwareve dhe hardwareve, gjatë të cilës ndërthuara me njëri tjetrin për të kryer sa më shumë funksione në mënyrë sa më të shpejtë edhe sa më të avancuara. Inteligjenca artificiale është një mik apo një konkurrent i njerëzimit? Unë do ta konsideroja faktikisht është alati më i fuqishëm i njerëzimit. Nuk është konkurrent i njerëzimit, sepse inteligjenca artificiale krijohet nga ne, pra krijohet nga inteligjenca natyrale, që për qëllimet tona, që ne ta përdorim në mënyrën e duhur, që ne ta përdorim për të reduktuar punët tona dhe ta përdorim për të thjeshtuar punën dhe t'i bëjmë sa më shpejt. Por inteligjenca artificiale, domethënë sigurisht që mund ta konsiderojmë deri diku pak konkurrent, sepse ç'është e vërteta po ndikon në zëvendësimin e disa profesioneve rutinore që unë përmenda, që kjo u shkakton pikërisht pra kosto këtyre punojësve, sepse i heqin nga puna. Po, a mund na kthehet kjo në një bumerang, se ka ca mendime konspirative që në një kohë të caktuar këto robot do na sulmojnë neve? Më kujtohet një film shumë i bukur, sepse unë kur kam qenë i vogël dhe derisa të plakem, pa bëj edhe çikur batut, dy filmat që i kam pasur shumë pasion, ka pas qenë filmi me Al Pacino, Simulation 1, pra Sim 1, që unë do ta tregoj pak, ka qenë edhe ai robot. Tek Simulation 1 me Al Pacino ishte një këngëtare shumë fantastike, ishte një zë shumë interesant. Domethënë kishte një bukuri gati ideale. Dhe kur doli kjo në skenë për herë të parë, të gjithë u atraktuan nga kjo këngëtare, që kishte emrin Simon. Ndërkohë që pas një farë kohe të gjithë njerëzit donin ta takonin. Dhe Al Pacino në këtë rast po gjente mënyra vetëm për të evituar takimin me njerëzit, sepse kjo këngëtare që ishte Simon, ishte një kod kompjuterik, ishte për një gjuhë programimi në hologram, në një hologram madhe në një studio, që të jepte idenë sa më shumë të qartë, sikur të ishte një këngëtare njeri. Pra, imagjino Hollywoodi i ka ideuar para 20 vitesh, 25 vjetësh këto koncepte, pra fantastiko shkencor, dhe sot Silicon Valley i ka ekzekutuar, i ka bërë reale.
Dhe filmi I Robot, që dua të kthejmë në pyetjen tënde, me Will Smith, që robotët u kthyen në luftëtar kundër njerëzimit. Këto janë thjesht filma fantastiko shkencor. Por sistemet robotike janë nëse korruptohen teknologjikisht, që ne I themi procesorëve corrupted, atëherë mund të na kthejnë në bumerang. Inteligjenca artificiale në qeverisje, administratë dhe ekonomi. Si shihet dominanca e saj? Teknologjia sot, inteligjenca artificiale në qeveri edhe në politik, unë e shikoj domethënë që, ose më saktë është bërë pjesë edhe e këtij klani ose e këtij drejtimi, sepse faktikisht nëse do marrim inteligjencën artificiale në administratë, pra inteligjenca artificiale në IT, që kemi të bëjmë pikërisht me implementimin e databazave të cilët azhurnohen vazhdimisht e softwareve të ndryshëm, implementimin në sistemin bankar, apo dhe strukturat e IT sot janë shumë më të thjeshta se sa kanë qenë po përpara. Imagjino për shembull një rastin tim, rreth para 15 vjetësh për shembull, për të krijuar një infrastrukturë rrjeti, le që duhesh një punë masive, jo të merresh me serverat, updatimi i driverave, jo kompjuterat, jo laptopët e tjerë. Kurse sot është çdo gjë shumë easy, shumë e thjeshtë. Pra, në prokurimet publike ka një rëndësi shumë të madhe, sepse çfarë ndodh, nëse inteligjenca artificiale aplikohet në prokurimet publike, do thotë që rrit transparencën e subjekteve. Unë dua të ndalem pak për shembull ke kjo ide me kryeministrit, ke kryeministrit Rama, do të thënë në konceptimin e diellës, sepse faktikisht ky mori një inicim nga një ish deputet në Britaninë e Madhe që do ta prezantonte veten si avatar. Do të thënë ishte një biznesmen I teknologjisë, dhe kryeministri Rama me krijimin e diellës dha një ide goxha madhore. E para, me anë të inteligjencës artificiale, prokurimet janë transparente, subjektët konkurrojnë për një proces tenderimi, edhe fituesi del për një kohë shumë të shkurtër dhe transparent, dhe gjëja më e madhe që bëri për shembull diella, koncepti inteligjencë artificiale, është që e çoi Shqipërinë në arenën ndërkombëtare të promovimit të marketingut. Pra u bë një marketing shumë I fuqishëm I Shqipërisë, dhe Shqipëria nuk është një vend I tretë, por ka të rinj të apasionuar mbas teknologjisë, ka startupe të ndryshme, ka të rinj të cilët janë të talentuar, dhe nuk është se ajo botë e zhvilluar ka më shumë se ne. Inteligjenca artificiale në shëndetësi, arsim dhe media. Cilat profesione nuk mund të zëvendësohet? Unë faktikisht Kleja pasionin pavarësisht duhet kapi që gazetarim. Unë kam pas pasion gazetarim përpara realisht, edhe kam pas punuar në gazetari dhe në media në shumë vite përpara. Domethënë rreth viteve 2016-2017, pavarësisht se u bëra inxhinier fizikant biomjekësor, sepse pjesa e teknologjisë mjekësore është ka pasion dhe kjo. Një gazet shpeshherë pyesin a mund të zëvendësohet një gazetar. Tani, nëse ne jemi këtu të dy duke bërë një intervistë shumë interesante bashkarisht, edhe një gazetar I talentuar të zëvendësohet nga një avatar, nga një hologram apo nga një humanoid prototip njeri, asnjëherë nuk do ta japi lajmin me emocione dhe me ndjenja për të kapur në kurth audiencën, që të japi mesazhin, domethënë të godasë me mesazhin që t'japësh. Sepse sistemet robotike apo inteligjenca artificiale në gazetari flet domethënë në mënyrë automatike që askush e dëgjon. Nëse Kleja do ishte një inteligjencë artificiale, edhe Ermandi do ishte një inteligjencë artificiale, dhe ne të dyve do na ndishin po robotët, se njerëzit nuk do na ndishin. Por në sektorin e medias, zhvillimi I teknologjisë dhe AI-s ka krijuar një revolucion. Kamerat robotike, cilësia e transmetimit, kualiteti domethënë I audio, videos, I dispozitivëve, I hardwareve është avancuar shumë. Madje dhe sot çdo njeri I apasionuar që ka talent komunikimi apo PR, normalisht mund të krijojë një podcast, edhe pra sot domethënë mendoj që teknologjia po krijon një revolucion në botë domethënë. Sigurisht në sektorin shëndetësor, para 20 vjetësh nuk mund të themi që shëndetësia ishte si sot, sepse diagnostikimi nuk ishte shumë I saktë para 20 vjetësh, sa është edhe sot. Sot përdoren sisteme robotike kirurgjikale, të cilët bëjnë operacione shumë precize,
kemi aparatura diagnostike të cilët mund të kapin në kohë të hershme sëmundjen më të rëndë të shekullit që themi apo globale, që është kanceri. Diagnostikimet laboratorike janë më të sakta, kështu që sot jetojmë në një shëndetësi me kualitet më të mirë, me një shëndetësi që redukton kohën e rehabilitimit apo të trajtimit dhe me një shëndetësi më të saktë se sa para 20 vjetësh. Për shembull, para 20 vjetësh apo 15 vjetësh, më fal që të ndërpreva Klea, nuk ka pas sisteme robotike kirurgjikale precize për ekstraktimin e një mase tumorale, për shembull. Sot ke robotin më të famshëm kirurgjikal që është Da Vinci Robotic System, që bën kirurgji precize dhe pacienti hyn sot në kirurgji dhe mund të dali po sot ose nesër. Po në rregull, nëse ka një dëmtim gjatë operacionit, kush mban përgjegjësi? Ke bërë një pyetje shumë bukur përsëri. Përpara se kirurgji të bën me sisteme robotike, asnjëherë domethënë nuk mund të futem pa u bë kontrolli i sistemit. Megjithatë, nëse ndodh një sistem robotik ti ndodhi një error apo një blackout që nuk ndodh realisht, atëherë sigurisht ai sistemi robotik nuk bën kirurgji në mënyrë autonome, por që ka një staf mjekësor që i rri pranë. Nëse një sistem robotik do bllokohet, pra do shkojë në blackout, ai bllokohet në fund pa shkaktuar një prerje të pakëndshme të një organi apo të tjerë. Dhe më pas kirurgjia vazhdon në mënyrë manuale nga kirurg profesionist. Por që përpara çdo kirurgjie, sistemet robotike kontrollohen, i shikohet software-i, i shikohet hardware-i, updatohen, i bëhet koalidimi, e thon ship, dhe më pas ready to go for the surgery. Po mirë, në këtë rast kush e han burgu, se ne shqiptarët ngrejmë teza, hipoteza kur një mjek gabon. Në këtë rast si do ja bëjmë? Shiko, asnjëherë inteligjenca artificiale nuk ka përgjegjësi, por ato që e mirëmbajnë, ato që bëjnë kontrollet vazhdueshme, sigurisht, sepse ne jemi subjekte të cilët jemi përgjegjës ndaj veprimeve. Inteligjenca artificiale është instrument që është i rëndësishëm për ne, që na ndihmon në punët tona dhe na ndihmon që gjërat i bëjmë sa më shpejt dhe i bëjmë sa më të sakta. A jemi ne në Shqipëri në fazën për të bërë operacione kirurgjikale me inteligjencë artificiale? Shiko, Shqipëria është një vend që realisht, si dhe shumë vende të tjera, që nuk prodhon. Pra nuk ka fabrika prodhimi të industrive, aparaturave të tjerë. Kështu që ne, sepse vendet prodhuese janë siç e dim, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut, Kina etj. Shqipëria është vend aplikativ i industrisë, të çdo lloji industrie. Kështu që edhe në Shqipëri, sistemi shëndetësor është i avancuar, është i paralelizuar me botën e zhvilluar deri diku. Përse duhet ta japun si argument këtë? Sepse të njëjtët pajisje të cilat ata përdorin, të njëjtët pajisje përdorim dhe ne. Pra, telemjekësia ka hyrë dhe në Shqipëri, diagnostika online, që një mjek mund të bëjë një diagnostik, për shembull një mjek i cili ndodhet në Tiranë, në qendrën spitalore universitare, apo në një spital tjetër privat, mund të bëjë një diagnostik online të një pacienti që ndodhet në distancë shumë të largë, për shembull në zonat malore, apo të tjera, të cilët faktikisht diagnostika online u përcakton. Nëse ky pacient ka domethënë problematika akute apo elementare që mund të diagnostikohet në atë zonë lokale që është. Pra deri diku mendoj që ka hyrë, domethënë. Edhe mjek të rinj sot sigurisht janë, ne themi mjek të vjetër janë shumë valor, sigurisht. Por dhe mjek të rinj janë të updateuar pikërisht me teknologjinë, me pajisjet i përcaktojnë shumë shpejt. Kështu që ne përdorim të njëjtët pajisje që dhe bota i përdor. Aty ku pajisjet prodhohen. Kjo është ideja, domethënë. Por nëse në Shqipëri do realizohej ose do vinte sistemi robotik i parë kirurgjikal Da Vinci, do ishte fantastike. Ka sisteme të tjera në laparoskopi, sisteme robotike për shembull për kirurgji të stomakut, të zorëve apo të deri diku të gallbladders, që ne themi apo të pankreasit, deri diku bëhen me laparoskop digital, domethënë laparoskop sisteme mjekësore automatike.
por që do ishte fantastike që të vinte edhe Da Vinci këne. Nëse liderët botëror do të ishin inteligjencë artificiale, a do ekzistonin konfliktet ndërkombëtare? Ua, çfarë pyetje më ke bërë? Kjo është pyetja ime më e preferuar dhe pikante. Ç'është e vërteta, unë mendoj që nuk do ekzistonin luftat. Pra ne do jetonim në atë që mund t'i them në një paqe digjitale. Çfarë do të thotë kjo që unë thash? Do të thotë kjo që inteligjenca artificiale, ose le të marrim rastin e një loje shahu. Le të kemi një shahist shumë profesionist që mund të ketë 30 vjet që luan shah. Le të marrim një inteligjencë artificiale. Ky shahist është përballë inteligjencë artificiale. Gjithmonë inteligjenca artificiale do fitoj. Që do të thotë inteligjenca artificiale kombinon miliona apo miliarda rrugëzgjidhje për të arritur qëllimin dhe për të evituar problematikat. Që do të thotë pikërisht pra që asnjëherë nëse liderët botëror do ishin AI, nuk do ekzistonin asnjë luftë. Sepse inteligjenca artificiale përcakton që luftra kanë kosto në njerëz, kanë kosto madhore ekonomike, kanë kosto domethënë gjithëpërfshirëse. Okej, po pse truri i njeriut nuk e arrin këtë që bën inteligjenca artificiale? Sepse truri, mendja e njeriut apo truri i njeriut është gjithmonë i polarizuar, bazuar në interesa. Që do të thotë, nëse interesat prishen, truri i njerëzve do shkaktoj konflikte. Që do të thotë njeriu korruptohet, inteligjenca artificiale nuk korruptohet. Pra sot jetojmë në një botë ku domethënë inteligjenca artificiale është ndërlidhur me atë natyralen, por që sigurisht që natyralja është më transparente. Artificiale është më transparente. Po sikur në kuvendin ku zhvillohet sot seanca plenare, të gjithë deputetët të ishin inteligjencë artificiale, pra robot. Çfarë do ndodhte? Më pak sherrë apo më shumë? Mendoj që zero sherrë. Fare? Patjetër. Është logjikshme. Sepse AI nuk konkuron me njëri tjetrin. Pra AI nuk shkakton impakt, domethënë, por gjithmonë interaktojnë për të gjetur solucione, për të gjetur rrugëzgjidhje. Okej, këtë do të zëvendësoje me AI këto ministra që ne kemi sot? Këtë zëvendësoja me AI. 3 të parët. Atëherë, me AI për shembull, ta monoka i do të zëvendësohet. Tjetër. Korreshi nuk doja ta zëvendësoja se është shumë i natyrshëm. Edhe Tiklia, çfarë pyetje vështirë të bërë. Sali Berisha, po ashtu, pse jo? Do i shkonte inteligjenca artificiale të ishte më mirë me inteligjencë artificiale. 2 u bën. Ja të mendojmë dhe një tjetër. Tash. Më ndihmon dhe pak ti. Në fakt mu shmange sepse të pyeta për ministrit dhe më referove vetëm emra nga opozita. Okay. Jo, absolutisht. Thua vallë këto të PS-s nuk duhen zëvendësuar? Shiko, nuk është unë nuk është domethënë se jam shumë pjesë e këtij klani realisht, por edhe Erionin se jo, ta shikoshe mirë, do isha shumë kurioz ta shikoja Braçën, ta shikoja në formën e AI-t. Është interesant, ajo është interesant. Kemi zgjedhjet lokale pas disa muajsh. Kush nga bashkitë mund të ishte me kryebashkiak AI për ty? Cila bashki? Po ta provojmë mirë këtë bashkinë e Tiranës. Po e them kështu, a priori, thjesht ta provojmë mirë.
Bashkinë e Elbasanit nuk do zëvendësoja meja. Pse? Meja ai. Pse? Është vetë Jo ajo. se jo se un jam qytetar, domethënë jo se un jam Elbasanas, por që do desha vetëm thjesht, domethënë jo se un jam Elbasanli për këtë pjesë, por që thjesht provoshim ta provoshim në Bashkinë e Tiranës, se jo. Okej. Faleminderit. Kënaqësi edhe për Falenderoj mua që shumë për isha pranë jush. intervistën. Ishte Edhe unë kënaqësi. juve për kohën. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.